Jo çdo martesë që nuk përfundon në divorc është një martesë e lumtur. Në fakt, sipas një studimi të Gallup të vitit 2023, 1 në 4 njerëz në Europë pranon se është një martesë pa dashuri. Ndërkohë në Shqipëri, sipas një sondazhi të IDRA-s të 2022-shit, 47% të grave të martuara pranojnë se qëndrojnë për fëmijët edhe pse nuk kanë më ndjenja. Është një statistikë e frikshme, gati gjysma e grave pohojnë se nuk janë në martesën që duam. Po cila është martesa që ne duam? Pse nuk rrim dot në martesë? Çfarë na ndodh? Ne kemi në fakt sot 3 histori interesante të ndryshme nga njëra tjetra. Kemi një vajzë që u martua vetëm për t'i plotësuar dëshirën e fundit të babait të saj. Kemi një nënë që kaloi vite të tëra në spitale për djalin e saj, ndërsa dashuria e burrit zhdukej. Dhe në fund kemi një grua që pas 20 vitesh martesë shkroi një letër për veten dhe për herë të parë ndjeu keqardhje për veten, sepse ka ngecur në një martesë që nuk e do. Kjo sot është një Dalina Show për ata që kanë ngecur dhe që ndoshta duke dëgjuar këtë program sot dhe këto histori, mund të frymëzohen, të paktën të mendojnë një mënyrë shpëtimi. Jo vetëm shpëtimi nga martesa, por ndoshta mund të jetë një shpëtim i martesës, si thua një rindezje apo një bashkëpunim me partnerin që të shtyn të paktën vitet që u kanë mbetur në jetë, i shtyn bashk, më të, s'po them fjalën të lumtur, po më të qetë dhe më në paqe dhe ndoshta me disa gjëra që do t'i japin kënaqësi të vogla çdo ditë. Ky është programi për sot, rikthehemi pas pak. Jam këtu me Jonën. Hello Jona, unë bëj një mirëmbrëma se ne takohemi dhe mbrapa skene, gjithmonë po bëj një mirëmbrëma edhe për ata që na ndjekin dhe kam në linjë Mozën. Moza është personi i parë që do të flasim tani, është një grua e cila është martuar për t'i plotësuar një dëshirë babait. Pra që këtu ka filluar problemi i martesës sepse nuk ka dashur të martohet vet, por babai la një amanet në momentin ku mendoi se ai do të ndahej nga jeta, edhe kështu që ajo u martua me dikë i cili jetonte jashtë. Nuk kishte asnjë lloj simpatie që në fillim, por u martua dhe vazhdon të jetë martuar për hir të fëmijëve. Ka bërë fëmijë, ndërkohë që me atë nuk ka asnjë lloj marrëdhënie. Janë si dy të huaj që jetojnë në një shtëpi. Moza? Mirëmbrëma. Moza, mirëmbrëma. Faleminderit që ke pranuar të flasësh sot. Moza, përpara se të rikthehemi në kohë për të kuptuar edhe momentin që ti vendose që të martohesh edhe ti plotësosh një dëshirë babait që për shumë është pak e çuditshme në fakt, për të tjerë bën shumë sens sepse ka histori të tilla. Dua të kuptoj tani se si është situata jote. Për shembull sot, si jeti sot në këtë martesë? Sot jam bardhëzi. Mes nesh nuk ka as shoqëri, as komunikim. Në fillim isha unë, domethënë që doja të kisha komunikim me të, mundoja të tregoja çdo gjë që bëja. Nuk ishte nga ana e tij, nuk ishte asgjë, ai thjesht vinte ato 10 ditë të verës. Në ato 10 ditë të verës dilte në mëngjes e vinte në darkë. Në darkë ishte i çik i dehur sepse kam ardhur për pushime, do festoj pushimet. Ai tani mundohet që të ketë diçka më tepër, domethënë ndoshta sepse ne kemi dhe një diferencë të moshe shumë të madhe. Sa vjeç është ai tani? Rreth ç'a moshe? Kaluar 50-at. Kaluar 50-at. Dhe tani si thua është bërë më i ngrohtë me ty. Po përpiqet. Si i thon fjalës, kur i binu i ku dhëmbat. Prandaj pyeta për moshën, mosa prandaj. Fillon e uli qikat e ululimën. Tani mua nuk më bën përshtypje asgjë. Moza, si thash, disa do habiten nga zgjedhja që ke bërë ti. Ke qenë 20 vjeç kur ke vendosur të martohesh. Si ndodhi? E kërkoi babi me ngulm apo u binde ti vetë? Jo, absolutisht. Baba im u diagnostikua me një smundje të keqe, edhe ne jemi një familje e madhe, edhe domethënë e dëgjoja, jo që ma ka thonë mu drejt për drejt, për dëgjoja që kur vishin njerëzit për të bërë vizitën. Ai thoshte, sikur ta kisha bërë dhe mirë dhe Mozën familjare dhe tikja do i ki i qetë. Në rast i parë që më erdhi, pavarësisht se edhe aty nuk e pranova me veten time që njëra mundje më thoshte, prano Moza, sepse
babi jot do jetë i kënaqur atje ku do jetë, po patmirësisht babi im tani është mirë dhe ka kalu çdo gjë. Dhe mundja tjetër më thoshte, oh, çfarë po bën? Nuk ishte kjo ajo që doje ti për veten tënde. Po pse Edhe fitoi? pranova Dalina. Pse fitoi pjesa që doje ta bëje për babain? Atëherë sepse ishte ajo që okay, në qoftë se babi nuk do jetë, ky ishte jashtë shtetit edhe do jetë një ndihmë për të, pavarësisht se i mat nuk ka marrë as edhe 100 nga ai, domethënë, nuk e ka shtyrë dorën. Fatmirësisht, nuk ka rastis, por nuk ka dhënë asnjë ndihmë, domethënë për babin tim. Ishe të pyeta, se doja të kuptoja, ishe e vetme në këtë zgjedhje apo kishe dhe ndikimin e familjes, ndoshta të nënës? Nëna jo, domethënë edhe nëna edhe babi nuk më kanë imponuar asgjë. Po thjesht ke parasysh kur folshim mes motrave, se ti të paktën do ta ndihmosh, se ti domethënë nga jashtë do ndihmosh babin, do ndihmosh mamin nëse ngelet babi vetëm. Ishte kjo më tepër, domethënë isha shumë e vogël në këto lloj vendime, nuk e di. Më thuaj pak nëse të kujtohet takimi i parë me këtë njeri, sot burrin tënd që ishte dhe ishte më i madh. Nuk e shikoja dot në sy. Ku takuat? Desha ca detaje kështu interesante. Si u takuat, ku takuat, si fisaj me ty? Skënderbeu. Te pika më klasike, po. Ishim familjarët nga mrapa. Edhe si të duk kur e pe? Edhe sot domethënë mas 22 vitesh martesë, them o zot. Nuk të pëlqeu që herën e parë? Absolutisht. Gjatë fejesës më e kënaqur isha kur ikte sesa kur vinte. Çfarë të bezdiste më shumë tek ai? Si sillej ai me ty? Për çdo gjë kishte të drejtë ai. Kur vinte në Shqipëri ishte shumë i ftohtë. Ikte nga Shqipëria nuk merrte në telefon fare. As me pyet ose me thon, "Okay, arrita." Edhe masi erdha unë këtu, ka qenë një 3 vitet e para një ka qenë të merr, sepse ti nuk duhet më kërkosh llogari se ku jam unë. E mirë ati në qoftë se ti mi bi telefoni dhe unë jam me shokët dhe m'del emri jonë të mua në telefon. Edhe numrin tim të telefonit as nuk e ka të regjistruar në telefon. Numrin tënd se ka të regjistruar në telefon dhe është me emër, ja. Po si e shpjegon këtë? Nuk e ka të regjistruar. Nuk di as vetë si ta shpjegoj. Edhe ato 3 vitet e para, domethënë si po të thoja, nuk e di as vetë se ku isha me një guack që nuk merrja dot frym. Kisha fëmijë për të rritur, kisha shtëpinë, ai sikur edhe kur ti binte ziles derës, mu më hyshin ethet edhe shifsha në për shtëpi, domethënë mos kam në i gabim që më të ma gjej. Ti ngele shpejt shtatzan me të? Me fëmijën e parë jo, as me fëmijën e dytë nuk ngela shpejt, sepse atëherë dëshira ti ishte që sa herë që vinte në Shqipëri të bënte një fëmijë. Unë aty jam tregu pak më e zgjuar se ai në thonjza, sepse sa herë që vinte mesha, domethënë mbrohesha vetë, domethënë pa djenin aty. Edhe ai sot e kësaj dite nuk e din që unë jam mbrojtur. Ndërkohë që ti e shtyje dhe lindjen, pra merre kontraceptiv që të mos ngeli shtatzan, a mendove ndonjëherë që të ikë nga kjo lidhje e çuditshme? Unë e kam menduar edhe këtë gjë, por është një person, është një narcisist që unë kam frikë sepse ai edhe sikur të bëjmë një debat të vogël në familjen tonë, sikur të jetë një debat banal. Edhe në qoftë se unë i mbaj pak inat, ai kapet me vajzën e madhe. Ai ja shfryn gjithë inatin aty edhe unë domethënë mendoja që okay, unë po i dhash fund kësaj martese. Dalina, unë kam frikë. Kam frikë nga ai. Të ka kërcënuar ai ndonjëherë? Jo, nuk më ka kërcënuar sepse nuk ka shku puna deri aty, domethënë nuk e kam lejuar unë që të shkoj muhabeti deri aty, sepse unë kam një tip Dalina që kur debatojmë unë nuk flas. Nuk flas, flet vetëm ai. Ai ulëret vetëm ai. Edhe në momentin kur unë e shoh mas 2 ditësh që qetësohen ujërat,
Unë i them, dëgjoj se unë këtu desha të thoja për këtë, jo për këtë që ti e more muhabetin. Po prap ai vazhdon aty ku ati intereson, domethënë. Ai për çdo gjë ka të drejtë. Moza, unë dua ta ritheksoj edhe një herë se ti e përmend atë 10 ditëshin, edhe po dua ta ritheksoj që edhe njerëzit ta kenë më të qartë. Ti thua se un kam dhe këtu historinë tënde që je rrëfyr Elonës. 8 vitet e para nuk të ka marrë me vete jashtë shtetit dhe të shifte vetëm 10 ditë në vit. Dhe 2 vitet e para thua kanë fjetur me vjerën se nuk ishte besim të flija vetëm. Si mundesh 8 vitet e para të vi vetëm 10 ditë? Ka që ka mundësi unë. Edhe mas ju martova nuk duhet të punoja sepse ti nuk ke nevojë për lek. Pavarësisht se ai në ato 10 ditë shqërrinte dhe kur ikte vetëm që maksimumi 150 euro mund të më linte që ti kesh për gjithë vitin. 150 euro të jepte bashkëshortit ti kishe për gjithë vitin? Po. Edhe kur ishe me fëmijë? Ti kesh për gjithë vitin. Po, edhe kur ishe me fëmijë? Ekstreme do thoja, Moza. Unë ndjeja dhe keq sepse janë edhe panolinat, janë shurupet, antibiotiku në Shqipëri është me lek, nuk është si këtu ku janë për shembull që pagun. Po. Kisha një komunikim të jashtëzakonshëm me vjerrit e mi. Domethënë ti u martove që të ishin ekonomikisht e sigurt, jashtë shtetit, që të ndihmojë vetën dhe familjen. Dhe ndërkohë ai të jepte 150 euro për të kaluar vitin. Dhe s'do dhe as të punoja. Ja. Dhe nuk të ka bler as krevatin e fëmijës. Jo, sepse nuk ka që të duhet, domethënë ti gjithkohën si vetëm atë. Ti s'ke për ta dhënë fëmijën krevat, për çfarë do vesh fëmijën krevat? Më pas i shkon në Itali. Po. Ç'a ndodhi atje? Erdha unë këtu, nuk, si që thash, ai kur vinte në shtëpi unë kisha frikë edhe të merrja frym. Ai nuk vinte në shtëpi shpesh në Itali, apo jo? Vinte shumë vonë. Fundjavave, shtunin të premte dhe të shtunën ti nuk dua që të më pyesësh as se ku jam, as se ku shkoj absolutisht. Unë jetën time do vazhdoj. Vinte në 4 mëngjesit. Unë i thashë, di që është puna mbas orës 12 natës, thashë, nëse ke ndërmend të kthehesh, më mirë mos u kthehesh. Kush e ti tha unë do vi shtëpinë time, e mbante veten që shtëpia është në emrin tim, unë hyj e dal kur dua unë. Dhe përveç se ty të linte deri në orën 4 mëngjesit, të zvinte fare, ju në 3 muajt e parë nuk keni kryer as marrëdhënie intime, vetëm 3 herë. Se dhe këto janë domethënë se për një çifte. Po, fiks, mund të ishte janë. Një herë në muaj, ose atëherë kur vinte ky i dehur. Dhe me vajzën nuk është se sillej mirë. As pak të mirë nuk kam, sepse kur erdhëm këtej, vajza ishte pak e rritur. Nuk e ka marrë asnjëherë në krah, nuk i ka bërë asnjëherë një kompliment. Vajza ime tani po mbaron shkollën e mesme. Është e shkëlqyer me mësime. Ka marrë thotoja për babi? 4 borsa për studio. Bravo. Që i kanë ndihmuar edhe babi vet një bravo nuk i ka thënë. Kur ishte e vogël, Dalina ajo bënte çmos çdo veprim që ai e thoshte edhe me ironi. Ajo bënte çmos që ta bënte atë veprim që kjo të ketë atë dashurinë e babit vet. Ai vajzën e ka bullizu, ai vajzën e ka ofendu me fjalët nga motë që një prind nuk mund t'ia thot një vajzë. Edhe mbaj mend që ka qenë nga mosha 10 vjeçë ndoshta. Dhe ky ja përmendte gjithmonë që më nesa do shkosh ke burri, Edhe kjo ju kthy, tha, nëse gjithë burrat janë si puna jote, tha, unë s'martohem kur, tha. Unë kam ngel aty në atë moment, thash, po dio, thash tani kur t'ja fusi në shpullë, e jo, sepse këta shpullën e kishte kështu. Ishte i dhunshëm? Siç të thash parë që kur ne bëjshim debate, ai u shfrynte me gocën. Kishte raste që donte të ishte i dhunshëm me gocën, po unë i disha përpara.
Vajza ime ka vujt jashtë mase. Akoma e qoj te psikologu, ka një, po them, 4-5 vjet që e qoj te psikologu. Ai nuk erdhi as për lindjen e të voglës, ë? Jo, absolutisht, sepse burri nuk duhet hyj në sallën e lindjes. Edhe kur shkoja të bëja vizitat këtu, se në Shqipëri, jo. Po në Itali si ja bëje për lekët? Një herë më ka bërë vaki që vinte çdo natë në shtëpi, domethënë edhe një herë në javë bëjshim ato ushqimet meshim. Edhe më linte 20 euro në javë. 20 euro në javë? 20 euro në javë, mbaj mend një herë kam qenë shtatzon me gocën e dytë. Me gocën e madhe ishim te parku. Edhe është budallik për ta treguar Rodalina, por ishim te parku dhe te stoli që isha ul, vajza po lunte atje, te stoli që isha ul gjej 3 euro. Gëzimi im që gjeta 3 euro dhe i blej gocës akullore. Shkoj unë atje dhe i them 2 akullore dhe i jap 3 euroshin. Edhe më thotë ajo, më fal, po me 3 euro ti mund të marrësh vetëm 1 akullore, jo 2 akullore. Edhe ja pa ta marrë gocës atëhere. Kuptoj. 20 euro gjithë javën. Për veshjet, veshmbathjet, si ja bën? Tani jam në punë, unë kam që kur lindi goca e dytë. Okej. Kur lindi goca e dytë, unë fillova të punoja. Jo se kështu për veshmbathje dhe kështu, ke parasysh nuk është se na linte mongot. Domethënë ato që ishin të nevojshme i blente. Sa herë që bënte në i gaf në fundjavat e atij, të dielën do më blente diçka. Gaf quan tradhti? Po. Tani diçka për një mashkull që thonë mos po telefono. Po. Edhe zhduket gjithkohës. Vetëm i shoh se edhe blente diçka. Luan poker është o bixhoz o tradhtise. Këto janë kryesisht kombinime klasike. Gjithmonë më bënte, më blej se kjo të rrin mirë, më se është masa jote. 1 herë, 2 herë, 3 herë, ke parasysh po nuk i thoja dot sepse Dalina kisha dhe frikë të flisja. Unë nga ai kisha frikë të merrja frym, Dalina. Atëhere, kurse tani jo. Tani nuk më bën përshtypje hyn del. Edhe ai e ka kuptu sepse përpara unë edhe kur u vononte nga puna e merrja në telefon. Bëhesha merak, kurse tani nuk e marr më në telefon. Vjen në orën 9, në orën 10, edhe sa vjen, po treni iku, jo po treni, babe. Punë për ty, them. Edhe këtu i vjen i natë atij, domethënë që pse unë ja kthej në këtë mënyrë. Dëgjoj historinë tënde dhe është shumë revoltuese. Është realisht nga historitë më revoltuese që kam dëgjuar, është gati surreale që dhe ti ke qëndruar në këtë martesë, që në fillim. Se ka filluar gabim e gjitha dhe ti ke qenë e ndërgjegjshme për fillimin, nuk është se ke rënë pa dashje në dashuri me dikë dhe doli narciza ai apo diçka dhe nuk e kuptoje. Po ti që në fillim ai të ka lënë, që në fillim të ka braktisur, nuk ka dhënë asnjë lloj shenje. A ke ndonjë kujtim të lezetshëm, interesant me ata, të ka thënë sa bukur dukesh apo se ti ka kërcyer me ty apo të ka puthur se kam një pikturë në kokën time. Nuk kam as edhe një fotografi. Unë nuk kam as një fotografi me ata. Unë edhe fotografinë e dasmës që kemi bërë, e kam bërë me fotomontazh që të kem një fotografi me ata. Ke bërë fotografinë e dasmës me fotomontazh, po pse s'po të foto bashk? Nuk e di. Nuk ju bë dasëm domethënë. Po, bëri dasëm. Bëm dasëm të dy, domethënë edhe nga ana ime dhe nga ana e tij. Dhe dy njerëz që s'duheshin fare, dasmën e bë. Për ta dëgjuar ata që bëjnë dasmë. Jo është do dasëm. Bravo. Është dasëm e një çifti që duan dhe të lumtur. Por kjo bëhet për të tjerët. Moza, unë shoh që ti ke qenë vetëm gjatë gjithë jetës tënde martesore. Gjithë jetën, Dalina. Gjithë jetën edhe unë tani jam falënderuese Zotit. Kam 2 vajzat e mia. Të madhen e kam dritë syve. Nuk është se e ndaj të voglën, më kupton, po nga që ajo e madhe jam ka vujt shumë. Ka vujt jashtë mase, Dalina. Për këtë vujtjen e kësaj, unë nuk e fal dot vetes time. Jona, është një rast që
në perceptimin ton si dëgjues, mendoj se gjithëve ju krijohet ideja se nuk është vetëm moza që nuk ka dashur të futet në marrëdhënie, po edhe personi tjetër. Dhe arsyeja ose të paktën tani mund të futemi në një zonë shumë të frikshme në të anës tonë, në si shqiptar, ku duartërkitet shumë martesa, vlerësohet shumë një person që duhet martohet, por se çfarë ndodh në martesë, ky baba a plotson nevojat e familjes, a është një partner që bën rolin e tij, qoftë edhe më minimalin, nuk ka rëndësi për ne. Dasma është bërë. Kjo ka rëndësi. Nëna është që ka martuar birin e saj. Një baba që është i smur intereson vetëm që të martohet, po se çfarë ndodh, askujt. Edhe kjo është vërtet e frikshme. Është dhe e frikshme që moza gjatë gjithë kohës, se 20 vjeç i vogël, por pra, jo dhe aq e vogël, ajo ka përjashtuar çdo lloj mundësie, çdo lloj zgjedhje, mundësie zgjedhje të saj, zgjedhje të lirë të saj. Po ajo është ndodhur në një ne quajmë fuzion psikologjik, që ka të bëjë me një moment ku ti nuk je i vetëdijshëm më për zgjedhjet e tua, sepse nuk e di kush je, nuk di asgjë për veten, nuk e rën asnjëherë në një situatë që të tregoj se çfarë do. Kështu që është më thjesht të vendosesh në rolet e atyre personave që kanë kërkesa ndaj teje dhe ti të veprosh siç ka ndodhur me mosën, mbi bazën e dëshirës të tjatit, që e ka dashur që ajo të martohet. Edhe pse moza thotë apo jo, që nuk i ka bërë presion, po nuk është presion, është presion i fshehur. Jo, absolut. Pse ke ndier ti? Nuk e di, ishte si dëshirë imja që ati t'ja plotsoja. Edhe mbasi u shërua babi dhe unë erdha këtej, i mati thot mamit që unë do shkoj të shikoj se si sillet, në qoftë se ai nuk sillet mirë, unë do ta marr gocën e do ta vi në shtëpi. O, Jona, ore ëngjëll ato 10 ditë. Më gatuan të më lanë të pjatat, më na merte në gjiro, më... Ta kishte mbajt babi më gjatë. Shma, sa i ku babi, tak, ndryshoj. Jona, ajo thot që babai si ka bërë presion, por babai ka, si thuash, ka, si që the ti, ka shqiptuar diçka si kulmin e një suksesi ose arritje, pra martesa. Baba ishte smur, më thoshte të ketë gocat shëndet, mjafton të thuash kaq të zgjedhjet e tyre. Por ai duke thënë këtë dhe ndoshta edhe në familjen e tyre është krijuar kjo ideja. Modrat e fejuara ta fejojnë pra se ky është kulmi i suksesit për një gocë që të shkojë tek burri. Dhe nuk është vetëm e modës, kjo është e qindra mira familjeve. Edhe sot. Ka patjetër ka. Edhe tani në çiftet e reja është kjo. Pra, vlerësohet shumë statusi, ajo që ti e prezanton njerëzve dhe kemi ngelur në këtë pikë. Nëse në botën perëndimore arsyeja pse njerëzit nuk qëndrojnë në marrëdhënie janë për shkak të projekteve personale, sepse secili është në zonën e tij, do të zhvillohet individualisht dhe kjo mund të krijojë përçarje, ne kemi ngelur në disa aspekte akoma që i kemi mund të jenë diskutuar edhe shumë dekada më përpara. Më bëri përshtypje që rebelimi i Mozës ndaj kësaj lidhje ishte kontraceptivi, sepse fëmia ishte ajo që do e lidhte në një lloj mënyre për jetë. Ajo çfarë tha dhe moza që ai vinte, donte të më lindte shtazave të ikte. Gati forma më banale. Shtazania ka qenë një mjet kontrolli i tij. Duke që ka Bravo, Jana. Vetëm këtë aspektin e burrërisë, të pasurit e partneres së tij në kontroll të plot, pavarësisht se ai nuk mbulonte asgjë, sepse e dinte ndoshta thellë që duke mos qenë prezent, një person tjetër normalisht mund të zhvillojë dhe ndjesi të tjera dhe kjo është e natyrshme. Nuk është kaq habi. Ai i din këto gjëra dhe ka vepruar duke e kontrolluar në forma, mendoj unë, jo humane një person. Jo humane, po edhe kjo është një pjesë e mentalitetit i shumë meshkujve që i pranuar dhe besoj që në historinë e botës është fakti që kur e ka lë gruan shtazan jam i sigurt. Po. Kur i ki unë. Në fakt edhe tani, domethënë mbasi e ka parë këtë rebelimin tim që unë tani edhe i kthej përgjigje, edhe e ka parë që unë kam pak më besim të vetja ime, edhe më thot Ema, kur do ta bëjmë në tretin? Thash, urdhro? E ka menduar edhe unë këtë gjë, Jona. Moza, ndërkohë që edhe fëmijët u rritën pak,
ti të ka mbajtur në këtë martesë, mendoj që të ka mbajtur fakti që je kushtuar fëmijëve apo frika? Çfarë të ka mbajtur më shumë në këtë martesë? Frika sepse ai është një tip ai të bën të keqin, sepse unë dëgjoj edhe kur shohim në një lajm këtej për shembull që thot e vrau ish burri, e vrau, e vë mirë e bërin. Mozat, ka ardhur që ke marrë të zgjedhja? Shumë jena. Po fakti që po edukohesh tani, pra po rrit një lloj edukimi tek vetja personal ose zhvillim personal përmes leximit, të bën dhe kjo, nuk e di çfarë ndjesie ti jep pa të indikuar unë. Ndihem shumë e lirë, jana, mund të flas lirë shumë. Jana, unë nuk flisja dot. Unë edhe sikur të flisja, dinte. U bone te me nga dhanë me neve. Ka ndodhur pikërisht ajo që duhet kishte ndodhur përpara apo jo? Që duhet kishte ndodhur në vitet e para. Në vitin e parë, sepse unë isha në punë, në vitin e parë të martesës, unë isha në punë, ky neti një muaj e gjys mas martesës. Edhe unë e ke parasysh kur e kap atë zogun nga një vend e çon me një pyll pa njoft njeri, se unë as nuk i njifsha njerëzit e tjerë, domethënë vetëm një herë i kisha parë prindrit atij e pjesëtarët e tjerë të familjes. E mora në telefon edhe i them, dëgjoj, thash, unë nuk mundem më, thash, nuk mundem, isha mbyllur po pëlqisja. Edhe fjala e vetme atij ka qenë, okay, e di rrugën nga ke ardh, ik. Edhe ma ka mbyll telefonin, ka qenë tetor, kur jemi parë, në gusht të vitit tjetër. Do të thonë pas një viti, nuk erdhi as për vitri, thjesht për inatin që pse i kam thënë unë nuk jetoj dot këto. Nuk erdhi për vitri. Të më kërkosh ndihmë te familjarët tu. Tani po, përpara jo, sepse thoja jo nuk dua ti mërzis. Se babi e kaloi një situatë. Situatën tënde as? Jo, unë në këto 5-6 vitet e fundit, domethënë kam filluar të flas edhe me mamin që mami më ka thonë që ti mund bësh zgjedhjen që të duash, unë jam gjithmonë me ty, shpinë e ke gjithmonë derën e ke të hapur, por kam frikë, no. Ti ka kaluar një abuzim shumë të fuqishëm nga ai. Normalisht frika është mendoj shumë normale të zhvillohet në rastin tënd, por realisht më vjen keq. Çfarë do të bëj? Frika është diçka që mban shumë martesa. Kemi pasur dhe histori të tjera. Po. Ke pasur histori suksesi që nga njerëz, nuk e di, kujtohet një histori e një zonje që ishte nga Kosova, duke qenë dhe ja iku ajo në fund, ja doli. Një histori e tmerrshme ajo. Çfarë duhet bëjnë këto gra? Po siç e shikojmë në rast. Frika është një gjë që inekzistente, pra ajo mendon që ai mund të bëjë diçka sepse thot. Po këtë që mund ta thonë shumë njerëz dhe nuk bëjnë asgjë, dhe donjëherë qeni që le, por dhe mund të ndodh. Po ndërkohë dhe mund mos ndodh. Po pikërisht për këtë frikë. Është interesante se ti momentin kur ke filluar të revoltohesh ndaj tij, në momente të caktuara, e ke parë që është tërhequr ose është mësuar me pjesën e një sjellje tënde ndryshe. Po sa thoshë edhe këtë. Me që ishte pyetja Dalina për frikën, domethënë se si mund të veprojmë ne, se është një gjë shumë e rëndësishme. Kemi pafund njerëz që gjenden në këtë situatë dhe një përgjigje që po e marrim paktën nga rasti i Mozës është që ne edhe duhet të revoltohemi ndonjëherë për të parë personin tjetër, nëse ato format e abuzimeve, mënyrën se si na komunikon me kaq shumë presione psikologjike, i ka të vërteta apo jo? Patjetër dikush tjetër më thotë ne rrezikojmë nëse e bëjmë këtë, po ne para se të arrijmë të edhe e dim pak a shumë, se si njerëzit deri ku mund të shkojnë. Ne kemi matur 22 vite, nuk është se janë pak për të njohur një person. Por sidoqoftë ngrihet një sistem mbështetës para se neve të flasim me personin që na abuzon. Pra duhet kërkojmë ndihmën e familjarëve. Familja për këtë është. Nuk e di pse është gjithmonë ideja që ne nuk duhet i shqetësojmë ata. Ka dhe familje që të thonë rritë burri, kemi pasur historinë e familje që... Por në rastin e Mozës, ato janë shumë mbështetës. Po. Dhe po shikosh reagimin e partnerit kur jati vite në shtëpi, pse vepronte ashtu, është e çuditshme. Pra Moza duhet ta kuptonte që ky person ka frikë. Nuk i vetëm ti që ke frikë. Edhe ai ka frikë. Prandaj janë elementë që ne duhet të përdornim. Edhe e dinte shumë mirë çfarë po bënte. E dinte shumë mirë. Normalisht e din shumë mirë.
Ai ndoshta i gëzoi këtë lloj pushteti. I gëzohet absolutisht, sepse mund të jetë persona të tillë, unë kam dëgjuar shumë dhe kam parë dhe vetë tek puna, kur janë të ushtuar nga familja për të bërë diçka, ata fillojnë më pas e përdorin atë gjën, që ishit ju prindër që më shtyt mua të martohem, kështu që unë tani bëj çfarë dua këtu. Edhe nuk e marr. Është e vërtet sepse në një debat e sipër me prindrit e atij, sepse ato gjithmonë i thoshin merre. Edhe ky a flakin sy, Jona, u tha, a desho që të martohesh? Ja, kur e keni mbajeni. Është e dukshme që ai s'ka dashur të marrje gjithkohës. Pikërisht. Dhe fakti që në këtë lloj familje tradicionale, ai ishte 34 vjeç i pamartuar. Pse ishte 34 vjeç i pamartuar ai? Se ai në karrierë nuk na u duk se një karrierë që fjala e tij sepse kisha shumë kërkesa. Ishte Brad Pitti në atë kohë. Patjetër, të gjithë po rendin tek ai. Ka problematikën te familja e gjej këtu. Okej, nuk janë të vetëdijshëm për atë që po bëjnë, se çfarë problemi kanë shkaktuar. Kemi një 16 vjeçare që shkon për 4 vitesh terapi. Ky është rezultati i gjithë asaj që ka nisur nga forca për t'i bërë bashkë dy njerëz që nuk duan të rinë. Mua më bëri përshtypje edhe një gjë tek dy moza, ti the diçka që ai të tha në telefon, po mirë ik, po duash edhe s'po pa një vit. Pse nuk ike ti? Kur ta tha dhe ai ik. Po kjo pra, Dalina, nuk doja që ta mërzitësha babin edhe një herë, që të jetë babi kur e fjala e fisit. Shumë të fortë pas ke këtë ndjesinë të bërit qefi. E kam pasur. Ku je rritur? Domethënë je rritur në çfarë zone të Shqipërisë? Je rritur në provincë, je rritur në Tiranë. Në Tiranë. E me sa shumë histori nga Tirana s'ka lidhje fare. Do njerëz sikur s'ka të bëj fare çuditshme, që të mendojnë që të paktën mund të jetë diçka. Sa ishte në fshat apo jo? Po, ai ishte në një fshat, jetonte në fshat. Kaq vite martesë, asnjë fjalë tëmbël. Nuk ka pas dashuri fare. Asnjë dashuri fare, zero. Dhe as i përpjekje për të bërë sikur edhe të dua. Kjo është edhe akoma më e çuditshme. Se njeriu përpiqet edhe një herë. Fjala të dua nuk ekzistonte mua, thotë. Pas të përgëdhel flokët një ditë në për shtëpi, kot. Ti dukesh të thot sa bukur të rritë bustani. Tani as nuk dua. Qa ndodh tani? Qa fazë është, Moza? Moza është, ka shty për gjithë pjesën e 22 viteve, e ka drejtuar dashurinë vetëm tek fëmia, dhe tani po drejton tek vetja. O Moza, të vjen keq që ke pasur këtë histori dhe jo një gjë tjetër, një mashkull tjetër? Shumë. E ke menduar në një gjatë atyre viteve që të bëj edhe ti të një kështu, po pyet seriozisht një aventurë, diçka të provoje ndjesinë të qenit? Jo. A di si është puna, Dalina, tani edhe kur dëgjoj ose kur shikoj këto çiftet nëpër rrjetet sociale, ose kur shikoj edhe ndonjë telenovel që ka kjo që është kjo ndjenja e dashurisë. A di se më duket sikur të gjithë shtiren. Jo, të pyeta, nëse ke menduar ndonjëherë se mund ta them fjalën tradhti, por në këtë rast as fjala tradhti nuk më shkon mua, po në këtë frikë, në këtë presion që jetoje ti. Gjatë 22 viteve, gocë e re, 21, 22, 25, 26 vjeç, 30 që në kulmin e sensualitetit, ndërkohë me një njerëz që tradhtonte, që s'të ngritë telefonin, që kishte të gjitha aty për akmarrje. Akmarrja e parë, vendimi i parë do ishte ta linde, që ti nuk e leje dot. Ke pas ndonjëherë një dëshirë si grua që të bëje një arratisje diku me dikë një orë? Asnjëherë. Jo, asnjëherë. Edhe kur ishte vajza e vogël edhe do uleshim për të pirë kafe. Edhe ajo mania e mashkullit që femën do ta shohë edhe nga para dhe nga mbrapa. Edhe kthehet kështu domthon ta shohë edhe nga mbrapa. Edhe thot goca, thot babi të lutem. E ke mamin 30 vjeçë këtu, tha ti kthehesh e shikon, tha një 50 vjeçare, tha.
Edhe i them unë, Nuk përgjigjet pyetjes moza. nuk e kam menduar, nuk e kam menduar. Okej, tha se s'po Dalina, kuptoj se shkon menduar. gjithmonë tek burri. Se njerëz kanë një superego shumë zhvilluar, që është ajo morali i fortë, cilën ata besojnë, kanë zhvilluar si lloj vlere brenda vetes dhe e ndjekin vetëm atë. Mua më Gjërat e duket shumë këtij natyrale që jote. një femër në atë moshë e martuar ti dhe pas i lloj vëmendje, dhe një mashkull që as seksualisht se ka dhënë as i lloj vëmendje një herë në muaj seks. Shef nuk është vetëm çështja e filmave, po është diçka biologjike natyrale që ti kërkon të ndihesh femër në një momente ty s'të ka shkuar në mendje kurrë, jo se ta bëje si aksion. Se tash edhe po të dëgjosh të histori të tërën këtë, prap njerëzit do thonë ç'është ajo tradhtare, do të prapë do gjykojnë, po nuk po të them që në mendjen tënde të ndihesh femër, s'të ka shkuar fare në mendje. Jo, unë në atë moment që i tha vajza që pse u ktheve, i them unë, dëgjoj, akoma nuk më ka hyrë ai mashkulli në sy që mua të më pëlqej. Po kur të më pëlqej thash ai mashkull, unë do ta them ty në sy, thash do ta shohësh ti se sa keq është. Dhe qa si Edhe reagoi? vetëm fare të zhvlerësonte. Moza i ka dhënë Më shumë përpara? aty ti jetë ai që do ai. Ka një Bravo. komoditet të llatarshëm. Më përpara nuk dilte me neve. Kurse tani nuk del pa mua. Ç'më gjetje me gra. Është ajo historia thon disa herë se ti je vetëm 40 vjeç, kuptoni, dhe më e vogël se mua, po ai te 55. Po është ka qenë gjithmonë një shaka shpesh që atë lloj burri ka më pleqëri, s'më ndahet të pleqëri. Domethënë her pas here më rikthehet ky lloj gjëje që martesa shumë të vështira, komplet, sidomos ose historinë blesërie ka plot edhe të suksesshme, por edhe pastaj thon ja kur plakë ja. Që ai nuk është plak edhe ai, Vetëm kur e po dëgjoj atë fjalën, vetëm kur e dëgjoj fjalën blesëri më rënqes te trupi, i mallkuar qoftë. Sa herë mallkoj dhe atë personin që mua më ka bërë. tash moza ti nuk ke asnjë gjë tjetër në mendje përveç se të ndryshosh brenda kësaj martese, jo jashtë martese. Të jem mirë me veten time, të jem mirë për vajzat e mia, asnjë plan. Këtë pyetje më ka bërë dhe vajza mua. Mami, pse nuk gjen dikë që ti t'jesh e lumtur? I them unë, që do me thonë, thash ti me këtë? Sepse ti ke një buzëqeshje, tha që e pshet trishtimin, tha mas asaj buzëqeshjes, tha. Gjende ti dikë, tha që t'jesh ato sekonda që ti, kur ti t'jesh me atë t'jesh e lumtur. Mendoj se pak Bravo, Moza ka dhe jemi- frikë. Për jo vetëm frikë nga ai që ka qëndruar në marrëdhënie, po frikë edhe për t'i dhënë vetes një mundësi. Ndoshta ka frikë mos bie në të njëjtën lloj të marrëdhënies. Pak e vështirë se thamë, ka shumë të trashë të murin për ta shëmbur dhe për të kaluar në anën tjetër, ku ajo të zbuloj dhe një pjesë që se ka njohur kurrë, se ka prerur kurrë. Edhe vërtet është e frikshme. Siç është e frikshme edhe durimi i Mosës, që duron shumë. Shumë duron moza. Nuk është fare e shëndetshme kjo. Edhe kur është për të qajt, o jona unë qesh që ta nxjerr atë sikletin që kam brenda për të qajt. Po vajza ta ka thënë shumë bukur, mami t'i e fshet trishtimit, ka thënë, me buzëqeshje. Ke një buzëqeshje ti, o mami, tha që i tregon botës që ti je më e lumtur në botë, tha, pa atë e di, tha, vetëm unë, tha. Edhe ti tha që po e përjeton, tha. O moza, a ke menduar ndonjëherë që për te frikës të ishe ajo nën për gocat e tua që mund t'i japi leksionin që mund të shpëtosh, mund të ikësh, mund vendosësh për vete, mund të kërkosh një jetë më të mirë. Mund të ishe shembull ndoshta më i mirë duke ikur nga kjo martesë, sesa duke ndënjur. Nuk e kam menduar, Delina. Siç thot Jona, është ajo frika që mua nuk më le as të mendoj, domethënë këto lloj gjëra. Jemi përpjekur në këtë program të mos i themi kurrë asnjërit se çfarë vendimi të marrë, kemi vetëm dëshirë të dëgjojmë dhe këshillojmë. Por kjo lloj historie që na ke treguar ti, po ta lë ty përgjegjësinë e kësaj të vërtetës tënde, është realisht ekstreme, fare. Fakti që ti s'ke provuar, nuk e jetuar, dhe je 40 vjeçë dhe 40 vjeçë është e re. Me llogaritje të pleqërisë sot, ti ke edhe 50 vjet jetë. Dhe mua më duket absurde që ti dhe pse po mundohesh të lexosh, ke marrë unë mendoj që çdo njeri që merr telefon te ky program diçka i ka ndodhur një lloj rizgjimi apo diçka do të komunikoj. Ka një lloj komunikimi të brendshëm që do.
do ta dëgjoj veten. Këtu ju vini të dëgjoni veten tuaj. Unë dua që dhe Jona është dakord me mua të dëgjosh veten tënde këtu. Shumë herë dhe unë kam menduar thash, okay, tani e madhja fillon shkollën i ikën, e vogla rritet edhe ajo ikën. Do të thonë Por edhe pa ikur ato, edhe pa ikur se rregullojnë gjërat moza. Nuk je para më ka me dhjetra, me dhjetra më ka me mira gra, të cilat i kanë dhënë një zgjidhje historisë. Unë thjesht mendoj që je në një moshë që është motori i dytë i jetës, është energjia më e madhe që ti mund të bësh projekte në punë, mund kesh lidhje, ke krijuar ambient aty. Dhe nuk po them, nuk dua të kaloj tek ai pjesa e mashkullit tjetër. Vetes tënde, mashkulli tjetër pak interes ka, ke apo s'ke mashkull tjetër në jetë, mjafton që ti të shkosh në një shtëpi ku do të rrish dhe të shohësh njerëzit që ti do të shohësh. Në qoftë se dhe njeriu i parë që ti do të shohësh është vetja jote në pasqyrë kur vjen edhe kur lan dhëmbët. Dhe të jetë një njeri i qetë, mjafton që ti të kesh atë lloj paqeje. Se të shkosh me një presion psikologjik që ke qenë ti dhe që pak, unë nuk dua të vë emra sindromash, po pak je mësuar në atë situatë, tashmë je mësuar shumë në atë situatë, gati është bërë vetja jote dhe ti ke ndërtuar një jetë brenda një jete, ke ndërtuar jetën tënde që është anormale apo jo, të ndërtosh një jetë brenda një jete, dhe ti e ke ndërtuar me kalamajt e tu, ke ndërtuar një kështjellë brenda një kështjelle, me ato mure mbrojtëse të tuat, ja ke mësuar atë tjetrit, si ty janë me plot nëna, të cilat kanë përdorur fjalën sakrificë të jetën, që për mua është vetë shkatrim, dhe kanë përdorur në emër të kësaj, janë ndier shumë mirë me këtë gjë, janë ndier mirë, domethënë e kanë justifikuar dhe janë bërë heroina, që ky quhet vetë shkatrim, po në 2025 në këto kushte, me vajza kaq të emancipuara që ke, me një familje, me një nën, me një baba që shqyr Zotit është mirë me shëndet, të cilët thonë okay, hajde, të presi, pra me këtë miratimin e përgjithshëm edhe me këtë zërin e brendshëm që po t'i bie mureve të tua gjithmonë më tepër, unë besoj që është koha që realisht të reflektosh për veten. Nuk po të themi ndahu kur, por dëgjoje çik veten tënde dhe beso tek forca jote. Qeshi prapë. Moza mendoj ka nisur për këtë proces. Përderisa është edhe këtu, është një hap shumë i madh. Frika është absurde, është diçka për gjë që ne nuk e dim dhe nuk e dim çfarë do ndodhi. Hidha ka treguar që ne nuk e dim se çfarë do ndodhi. Ne çdo ditë kemi referenca të gjërave që nuk e dim se çfarë do ndodhi, na ka ndodhur dhe ne nuk i parashikojmë dhe prapë ne kemi frikë. Probabiliteti që ti do të gjesh paqe dhe fëmijët e tu do kenë një shembull të një gruaje që arriti të marrë një vendim për veten e vet dhe ti një shembull kalamajt është shumë i lartë. Ndonjëherë duhet t'i vësh dhe peshore ca gjëra, e të shohësh të bësh një listë, çfarë marr unë nga kjo martesa, çfarë marr unë kur jam në këtë martesë. Nuk arrit dot të përqendrohem, nuk mundem dot. Unë shpresoj që ky moment për Mozën të jetë momenti ku të fillon të ndjek veten, por është shumë e nevojshme që të mos ikë nga kjo jetë pa e provuar se si është dashuria. Patjetër. Sa bukur. Asnjëherë s'ke bërë një zgjedhje për veten tënde. Kështu që bëj një zgjedhje dhe ti tosh dashurinë se why not? Why the fuck not? Moza, faleminderit. Ju përshëfoj fort. Faleminderit juve. Çfarë histori ishte kjo, Jona? Ekstreme. Frikshme. Shumë. Edhe ka dhe kështu historish. Pa fund. Prandaj po thoja që kemi ngelur në trajtim të tematikave që duhet kishin kaluar tash, por nuk do të ishin këto. Ky lloj abuzimi, të martohesh për dëshirën e prindërve, ti të mos duash. Ka njerëz që nuk duhet të martohen. Ka njerëz që duhet dhe kjo institucioni i martesës, domethënë në këtë lloj koncepti që kemi ne akoma pra panik, reflektohet edhe shumë tashmë se kemi shumë të hapur, e kemi shumë të dukshëm reflektimin e kësaj gjëje sepse të tërë shkruajnë. Dhe mënyra se si shkruajnë dhe si drejtohen, qoftë martesës, qoftë prishësh martesës, qoftë femrës me atë lloj mllëfi, atë lloj neverie që fillon që nga mosha 15-14 vjeç, që e shef nëpër komente sociale dhe mua më vjen keq sepse këta janë në atë fusionin e tyre të rritur në këto lloj koncepte, të rritur nga familje pa dashuri, të rritur nga sakrifica nënashe, baballarë që as vinë edhe të serë, të ftohtë, dhe është reflektimi dhe kjo gjëja duhet të bërtitet shumë. Madje më kujtohet Valdrin Saiti në intervistën që bëra tha, mos u merrni me burrin që rref gruan, tha, merruni me babain, tha dhe vajzën.
në fillim, tha merroni me merrni me bajnë dhe vajzën, tha. Aty fillon problemi, tha. Ajo lloj dhe u prandaj kthehem her pas here të vazhdoj të po e shumë familjen, aty është thelbi, aty fillon gjithë historia, kush je ti, kthesh në familje. Ore mos si përgjigje do të fakti, a ke pas ndonjëherë fantazi, si thash fantazi. Po, fantazi të ikësh të dashurosh, jo fantazi seksuale, se këtu kalon direkt në, të bëthën në një seks të rëndom, të ikë të dashuroj një më të thosa burri e flokë, më të bje drita hanës. Faleminderit. Po nuk është normale që se ka të ndjesi që ti e pyete. Se ka pra, po. Se ka. Edhe fakti që qeshte në... Çfarë që i qeshura, vërtet, e çuditshme ishte. Është kamuflimi dhimbjes. Kamuflimi dhimbjes. Që ajo ka për së brendshmi, diçka që nuk e ka eksploruar kurrë. Edhe për këtë ne e shprehme shumë keqardhje që nuk e ka zbuluar dhe nuk do japi mundësi vetes ta zbulojë, shpresojmë që t'ja japi. Por është një veshje shumë e madhe me atë superegon që e ka cilësuar Freudi, që thotë personi ose zhvillon në një id, ose i shkon kënaqësive të veta më shumë pas, ose bëhet shumë i moralshëm. Personi shumë i moralshëm i mbyt dëshirat e veta, dëshira që janë edhe shumë normale. Dhe krijon këtë veshjen e jashtme me qeshje. Kem vetur keq shikoj nga kjo. Me kam vetur keq dhe jo se më kujtuan tani dhe shumë njerëz që kam takuar në jetë shumë gra ose gra që i kam në fisë të tjera që thoya gjithmonë ç'a bën edhe që ishin tash këto dhe kishin një lloj të më macaronin me justifikimin dhe me bindjen dhe ishin është një endek aty, një akull nuk qanë, mos apo mundohet në fakt. Të tjerë dhe justifikojnë dhe ngren veten edhe e pranojnë dhe mendojnë që kjo është kështu është jeta dhe kështu duhet jemi e këto na ran, edhe do vazhdojmë të jetojmë. Por nuk të bien dhe i lë të bijet pra, të bien dhe ti rri në ngërmadhat asaj që të bien sepse të bish dhe do vdesësh ashtu normal. Në momentin që kërkon një hapësirë, zgjat dorën, kërkon një ndihmë apo kërkon diçka, mund të dalësh. Asgjë nuk të bie të vë përfund edhe ti nuk shpëton. Dhe unë që jam me letraren sot me këto metaforat kemi dashurinë si temë, normalisht kemi dashurinë si temë. Martesë pa dashuri. Historia e dytë është historia e Violës. Viola është një grua që ka kaluar çdo lloj prove që mund të ndikojë tek një njeri, humbje fëmijësh, emigracion, spital, izolim dhe rrugës kuptoi që po humbte dashurinë nga burri. Ne kaluam goxha kohë, gati një orë gjysmë me historinë e parë. Është qëllimi i programit tonë në fakt që ne të futemi thellë në histori, jo thjesht të dëgjojmë histori dhe kaq, pra nuk duam që as t'ju shfrytëzojmë juve dhe rrëfimeve tuaja sepse prandaj është jona këtu, prandaj ne kemi krijuar këtë lloj forme terapie. Natyrisht një histori nuk përfaqëson gjithçka. Historia e parë ishte një histori shumë e rëndë dhe nuk është përfaqësuese për të gjithë historitë e Shqipërisë, kështu që është një pjesë të vogël që fatkeqësisht është aty, por nuk është aq e madhe. Ndaj duhen më shumë se 3. Misioni im dhe Jonës ka qenë që ditën e parë që neve t'ju japim sa më shumë, t'ju japim mendjen sa më shumë në disa lloj rastesh, të cilat pastaj juve mund t'i diskutoni me veten, mund ta gjeni veten apo të gjeni familjar të dashur tuaj dhe t'ju ndihmoj të bëni një lloj ndryshimi apo një zgjim apo një ngacmim të vogël. Ndaj ky është një program shumë intensiv, është një program i gjatë dhe ndaj historinë e dytë do ta ndiqni ditën e nesërme, pra të premten. Dhe kështu do të jetë edhe me historinë e tretë, që është një histori dhe ajo shumë interesante e një martese pa dashuri me një politikan. Është historia e tretë që do ta ndiqni ditën tjetër në vijim, duke qenë për shkak të gjatësisë. Unë e ka provuar vetë që ndonjëherë është e pamundur ta mbarosh Dalina Show me një herë, mbasi mbaron gjithë punët e shtëpisë, vë edhe gjellën në zjarr, i mbaron të gjitha, unë mbarova bizelet, e lava, e fshiva dhe s'po mbaronte dhe fillova ta acarosha me veten. Pse është kaq i gjatë, po nga ana tjetër them çfarë të heq. Faleminderit për këta njerëz që telefonojnë, kështu që të nesërmen të premten dëgjoni historinë e dytë të Violës, sepse është një histori vërtet që edhe kjo ndodh kur shumë herë humb dashuria dhe sidomos kur ka dhe një fëmijë që ka shfaq një problem të caktuar. Edhe ajo është një rast që është i përsëritet shpesh. Kështu që takohemi të premten me historinë e Violës. Faleminderit. Andale!